Një situatë e pazakonë shëndetësore ka çuar në izolim në më shumë se 1700 persona në një anije turistike të ankoruar në qytetin francez të Bordeaux pas një shpërthimi të dyshuar të norovirusit. Ngjarja u regjistrua në bordin e anijes Ambition të kompanisë ambasadore Cruise Line, e cila transporton kryesisht pasagjerë nga Britania dhe Irlanda. Anija kishte mbërritur në bordin e Bordeaux të martën pasi kishte ndaluar më herët në disa destinacione në Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë gjatë itinerarit të saj. Autoritetet shëndetësore konfirmuan se një pasagjer 90 vjeçare ka ndërruar jetë, ndërsa rreth 50 persona të tjerë kanë shfaqur simptoma që lidhen me infeksione akute gastrointestinale. Novirusi, i cili dyshohet si shkaktar, është një virus shumë gjitës që shkakton të vjella dhe diare, duke përhapur me shpejtësi në ambiente të mbyllura si anije turistike. Pas identifikimit të rasteve, prefektura e Girondes ka aktivizuar protokollet e emergjencës shëndetësore, duke vendosur karantinën e të gjithë pasagjerëve dhe ekipazhit për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit. Ekipet mjekësore janë lejuar të hyjnë në bord për të trajtuar të prekurit dhe për të monitoruar gjendje shëndetësore të pasagjerëve. Ende nuk është i qartë se sa do të zgjash izolimi dhe kur anija do të lejohet të vazhdojë udhëtimin e saj të planifikuar drejt Spanjës. Autoritetet do të vijojnë hetimet për të përcaktuar shkallën e përhapjes së infeksionit dhe kushtet në të cilat ai ka shpërthyer në bord.